Mos bullizo. Gjithsesi, problem bullizimi është njëra prej arsyeve që fatkeqësisht krijojnë tensionim, domethënë në psikën e njerëzve dhe situata e padurueshme dhe mendon se vetvrasja është zgjidhet, gjithsesi Çish duhet mos sill ai I ri I shkollës mesme kur bullizohet edhe thotë ha t'ja fund jetës se këshire. Duhet me injoru bullisi, se bullisi është njëri, domethënë njëri me sjellje të ulët. Duhet me injoru sjelljen e tij, duhet me u ballafaqu me demantuat që thotë ai dhe me qortuat për bullizmin e tij. Duhet me kërkon ndihmën e profesorit, ndihmën e shokut, ndihmën e prindit, duhet me qel kët, nuk ban me e akumuluar vetvete kët. E qartë, amo I vën mora edhe e vërtet është, e vërtet. Njerëzit e tillë zakonisht janë të mbylltë. Po, dhe. Introvert I thënë domosdoshmë, njerëzit mbylltë në vetvete, edhe komunikimin e kanë të mbyllët me rrethin që është jashtë. Ju përshëndesim ju dëgjoni Hoxha. Ama na duhet për shembull nëse na e shohim se një fëmijë për shembull në klasën tonë është I tillë, na nxon si duhet me e trajtu domethënë atë me drejtësi, me kujdes. Shohim që dikan pe nxënësve shokëve tonë e bullizon, mi thon nalo. Për shkak pasojave, sepse ti mundesh me bullizu edhe ndaj frerë, ama I ta kthen, ti thën hund. Po vallah. Edhe aty nalesh. E kur e shef se ki sta kthen, aty vazhdon. Na duhet me thonë ka dal. Pse? Se nesër vllavi jem mund me koni I tillë. Se nesër motra jeme mund me koni I tillë. Se unë kam për shembull 17 vjet, po e kam vllahun 7 vjet. E kam motrën 12 vjet. A kupton? Na e para kjo vlen edhe për bullistin. Ke frikë Zotin, e para e dyta kujdese ta kthen Zoti, ti sot ti bullizon dikan dikush mundet në vllahut tonë me ta bullizon në motrën tonë. Po valla. Kthehet. Po nxënësi domodin duhet me kon zgjut këtë rast edhe mos me lejue me vazhdu bullizmin ndaj atij që është I mbyllur në vetvete. E treta është duhet me komuniku dikush që është më shok I afërt me të që me I dhon mundsinë ai me shprehjat nervozën e tij, mllefin e tij, dhërimin e tij dhe mos me leju që ajo të akumulohet ai me javë, me muaj, me vite, që pastaj të humbet sabri atij, të humb vullneti për jetë edhe të merr vendimin për me bë vetvrasje. Arsimtar, profesor, me sa e di, unë çdo shkollë ka pedagog, ka psikolog, ata që këtë detyrë kanë domethënë që të bëjnë skenimin e gjendjes domethënë psikologjike të fëmijët, edhe çojnë se ka dikush për fëmijëve për shembull hiperaktivitet ose dikush ka mungesë aktiviteti ose dikush ka sjellje të ligë ose dikush ka çështu situatë domethënë të mbyllt të trajtohen ato siç domethënë e jep shkenca. Unë Hoxha, di që kum shëru, se edhe unë kam qenë I bullizum në shkollë të mesme, në fillore për shkak peshës, se. A di që kum shëru këtë problem, që po du publikisht me ju tregu. Totalisht e kum ndru shoqërinë. Prej xahiljeti jam shoqëru me vëllezër musliman. Se e disha se këto nuk të keshim se s'ki pare, pse I shnosh. Po s'është me rëndësit ata ki pare, s'ki pare. A di dojnë veç pse je musliman. Se fal namazin. Veç pse fal namazin dhe jam kënaq që u bëna 20 vjet që jam. Jo, se kjo është e vërtetë. Njëra prej arsyeve që bullizmi lën gjurmë, gdhent tek I bullizuari, domethënë këto anomali, është se ai shpirtnisht është I dopt, edhe atij I mungon besimi në Allahun, edhe I mungon adhurimi që ja mbush shpirtin me energji pozitive, me rezistencë. S'ka I rezistencë për shembull morale, që themi na sabër, rezistencë imanore, që themi na qendresë, refuzim I ndikimit negativ, domethënë nuk lejon mu mbush me energji negative. Ai bullizmin e injoron, edhe bullisti domethënë duket se nuk ekziston ai fare në atë kompleks shkollës hiç. Edhe kjo besimi në Allah dhe adhurimet e mbushim me energji pozitive, plus si tha aty domethënë ndryshimi I shoqërisë gjithsesi, se njerëzit kanë frikë Zotin, se wailun likulli humazatin lumaza, vaj për gjithë që tallen. Ama tallen ndesh me fjalë, ndesh me mimika. Vaj, xhehenemi është dënimi për ata njerëz. Sa mira mu shoqëru me vëllezër musliman. As nuk të kesh se s'ki pare. E vërtetë nuk shoqërohet me ti pse ki pare, pse ki famë, pse ki tesha të bukura, pse domethënë ki kushte të mira, jo. Ai rrin me ty pse ti e beson Allahun, rrin me ty pse ti e fal namazin, rrin me ty pse largohesh pi harameve, rrin me ty pse lexon Kur'an, rrin me ty pse bën dhikr, përmend Allahun, rrin me ty se do thotë mundosh edhe shumë tjera të mira. Mundosh më jam mësu dikujt fen. Rrin me ty pse domethënë nuk ja vjedh lapsi, nuk ja vjedh fletorët, edhe nuk ja vjedh çokolladat, aty janë probleme të përditshme që fatkeqësisht ndodhin në mungesë frikës për Zotit. Aty ti vjedh patikat për shembull, aty ti sa I ke blej kur shkon ti kanë vjedh aty. Edhe para na gabimin më të madh që bën shoqëria jon, e para është
mos respektimi i fesë. A më e keq se kjo është lufta që fatkeqësisht pak janë ata, ama ajo që quajmë na islamofobi ose religionofobi, anti-islamizëm më konkretisht, janë fenomene shumë destruktive në jetën afatgjatë të një shoqërie. Edhe tjetra është, do thotë, se në shkollat tona, në qendrat edukative arsimore, do thotë nuk respektohet feja. Sheve një krahasim veç po duam apo në popujt e Ballkanit, në gjithë shtetet e Ballkanit ku janë katolik ose ortodoks, ata kanë respekt maksimal për klerikët fetar të tyre. Ndeshna për kisha, ndeshna për shkolla, ndesh kudo që janë ata. Po valla. Veç të pjesa muslimane, domethënë, fatkeqësisht insistohet në një ateizëm agresiv, edhe një mos respekt total ndaj figurës shoqës. Po flas për institucionet, flas për individ. Po. Se kemi individ që ai për shemb personalisht e respekton shumë një hoç. Ama nëse merr pozitë institucionale dhe i shkon ti si hoç, nuk të jep njëjtin respekt. Tutët se karriera e tij mund të varet prej respektit që jep atë tek ortodoksët dhe katolikët e kundërta. Sa më shumë që respektohet, sa më shumë që respektohet kleriku fetar, aq më tepër respektohet ai njeri politikan qoftë, drejtor qoftë, çka do qoftë. E këtu të shqiptar domodin te pjesa muslimane fatkeqësisht mungon respekti ndaj figurave fetare, po flas të njerëzve që kanë pozicione institucionale. Ai mundet me dashur hoxhën privatisht, e respekton maksimalisht, ama nëse është pozitë ministër për shembull, drejtor, si ti shkojsh ti si hoxh, nuk e gjen respektin e njëjtë siç e gjen për shembull një preft katolik qoftë, ortodoks qoftë, kur shkon te një institucion nëse ai drejtori ose ministri është krishter, ortodoks ose katolik. Edhe kjo është kompleks inferioriteti që fatkeqësisht me kalimin e kohës e kanë ngulitur një pjesë e madhe e shoqërisë që merret me punë shoqërore, sociale, politike, a mendoj se kundët është më e saktë. Domethënë sepse fundit këtë na jemi të jetu me këtë shtëpi, këtë jemi në këtë anije, edhe këtë na duhet me kontribu për me shku me lundru anija, domethënë drejt e sigurt edhe e qetë, drejt Bregdetit, domethënë kudo përfundon jeta e secilit.